Manti na ke premtuar një recet? Me bas spinaqin, një risotto me bas spinaqin. Do përgatisim sot një risotto me spinaq. Përbërësit për të bërë të risotto janë orizi para bëlet, kemi spinaq, kemi djath mozzarella, pak pana, djath parmigiano, qep të thatë, vere bardh, gjallë, vaj ulliri dhe bulion perimesh. Është një recet shumë e shpejtiva dhe thjesht për të gatuar, ku besoj çdo anvis që na shikon ne për këtë emision që ne kemi koha për të shijuar, çdo kush mund ta gatuajë shumë thjesht, në mënyrën si mund ta gatuajë shumë e thjeshtë. Është një recetë italiane. Italiane, patjetër që është italiane. Këto përbërës që ke zgjedhur janë të gjithë strikt ashtu siç është receta? Siç janë receta. Pra nuk kemi shtuar asnjë produkt. Absolutisht asnjë gjë sipas dëshirës. Kto që janë të recetës origjinale. Mirë, Mandi, atëherë pse jo nisim në përgatitjen e recetës? Kemi zgjer pak më parë orizin iva, pasi siç e dimë dhe neve që orizi don një kohë gatimi për 20 minuta dhe në këtë recetë që unë kam menduar, spinaqi nuk duhet i gatuar shumë, ne do ta shtojmë në momentin e fundit para se të servirim pjatën tonë. Dhe sugjeroj gjithmonë orizin ta kemi gjysmë të zirë, pasi është më i shpejtë në gatim dhe nuk duhet që spinaqin ta kalojmë pak më përpara në gatim. Ne kemi thënë dhe herë të tjera, Mandi, për vlerat ushqimore që mban spinaqi, është vërtet një zarzavate, le ta quajmë, shumë e rekomandueshme, pasi jo vetëm sa herë që neve e kujtojmë, sidomos brezi jo, kujtojmë braccio di ferro, që sa herë konsumojmë spinaqin bëhemi të fortë, por realisht ka dy pikërisht në përmbajtjen e hekurit, magnezin që ka shumë përqindje hekur, është shumë i ushqyeshëm iva. Dhe në këtë risotto që unë kam menduar, përshtatet shumë mirë, siç thash është një risotto italiane. Kemi shtuar në tigan gjalp dhe vaj ulliri. Pasi gjalpi të tretet, do shtojmë qepën e thatë. Më pas do shtojmë orizin, do ta shuajmë me verë të bardhë, do shtojmë bulionin e perimeve. E shoh gjithmonë faktikisht, Mandi më ka bërë përshtypje që sa herë që ti gatuan orizin e shuan me verë të bardhë. Shikoj, duhet shuar me verë të bardhë, sidomos në këto gatime që unë kam përzgjedhur, që janë receta italiane. Duhet shuar gjithmonë me verë të bardhë. Ka dhe një mënyrë tjetër për të shuar me konjak, po janë gatime specifike. Ku rekomandohet konjaku? Patjetër që rekomandohet konjaku, sidomos kur janë gatime me fruta, shuhet me konjak. Mirë, Mandi, po të shuhet me verë, sepse jo vetëm receta që ne rekomandojmë, po gjithmonë sepse shumë anvisa, jo gjithmonë dhe në për familje dhe në shtëpi, me thënë të drejtën nuk është se i bëjmë gjithmonë recetat kaq strikt dhe me kaq përbërës, eksakt, por çfarë na gjendet në frigorifer, përpiqemi që të ndërthurim bashkë dhe të nxjerrim një risotto me perime ose me produkte të tjera që ne kemi për më lehtë dhe pse jo dhe për të kursyer pak. Kështu që a mund të rekomandohet vera gjithmonë, për shembull unë se kam përdorur asnjë verën kur bëj risotto me perime. Rekomandohet gjithmonë sepse jep një aromë orizit dhe produkte të tjera që mund të shtojmë në një risotto dhe ndihmon shumë në shijen e orizit, jep një shije dhe ndihmon të themi në amonjakun që ka orizi, kjo i largon të gjitha athësinë e orizit. Pra çfarë do lloj mënyre, sido që thjesht që ne mund ta gatuajmë orizin, gjithmonë verën e bardhë, duhet ta shuajmë gjithmonë me verë të bardhë, Iva. Mund ta shuajmë edhe me konjak, por në gatime specifike që duhet shuar me spinaq, me konjak. Në këtë rast është vera e bardhë që ne do ta shuajmë. Në përgjithësi shuhet me verë të bardhë. Me verë të bardhë. Atëherë kemi shtuar orizin, pasi kemi skuqur qepën pak. E shuajmë me verë të bardhë. 50 ml verë të bardhë. Shtojmë bulionin e perimeve. Shtojmë pak krip, piper. Ndërsa të gjithë përbërësit që kemi në tavolinën tonë, do i shtojmë gjatë fundit të recetës. Pasi janë të gjitha produkte që nuk duan kohë gatimi shumë. Pra, le të themi bëjnë pjesë tek pjesa e dytë, drejt përfundimit të recetës. Pra, deri tani Mandi, sepse kemi bërë shumë shpejt dhe duket sikur Shikoj, Iva, në këtë tigan që kemi këtu përpara, kemi shtuar në fillim pak vaj ulliri dhe pak gjallë. Kemi shtuar qepën e thatë të prerë në kubik të vegjël e kemi skuqur. Pasi kemi dhënë një skuqje të lehtë, kemi shtuar orizin, para bëjlet. E kemi shuar me verën e bardhë? E kemi shojtur me verë të bardhë, kemi shtuar pak bulion perimesh, kemi shtuar krip piper dhe lëmë gjatë fundit
do shtojmë të gjitha përbërësit e tjerë. Do shtojmë spinaqin, djathim mozzarella tërprerë në kubike. Dhe pana. Do shtojmë pana dhe djathim parmigiano. Dhe kur ta servim, do shtojmë sërish pak djath për t'i dhënë dhe shije dhe pamje tjetër pjatës. Dhe kështu është një risotto shumë e shpejtë e thjeshtë me pak përbërës, që besoj çdo kush mund t'i ketë në shtëpiat e tyre. Patjetër, janë përbërës që janë të lehtë të gjenden në çdo supermarket. Sidomos në marketin Gjangolli. Ashtu si dhe ne kemi shumë të lehtë që të gjejmë dhe të blejmë këto produkte pikërisht në supermarketin Gjangolli, ku kemi mundësinë që të blejmë mirë dhe të paguajmë lirë. Patjetër. Puna është të kursejmë pak. Patjetër. Faleminderit Gjangolli që je një mik i kohës për të shijuar, si dhe gjithashtu faleminderit dhe Vastur Mandi. Është agjencia që jep mundësinë fituesit të këtij edicioni të kohës për të shijuar, për të kaluar pushime në Alania, në resortin The Inn, ku çdo gjë ka të përfshirë, janë pikërisht 7 ditë, ku konkurrenti i cili do të fitojë ka mundësinë të kënaqet dhe të pushojë së bashku me njeriun e zemrës që do dojë të marrë me vete. Faleminderit Vastur, ne tashmë njohim që është operatori i vetëm në Shqipëri, por me shumë se 550 agjenci udhëtimi anëtare në të gjithë Shqipërinë. Ky tur servir në këto pushime verore, charter në Antalya, charter në Sharm el Sheikh, bus charter në Al-Kidiki. Produktin e gjenë në Koreale të Vastur, ju mund ta gjeni shumë thjesht në të gjitha agjensitë Member Vas Groups dhe në faqen online www.vas.al, ku ju mund të rezervoni dhe me kartë krediti. Atëherë ka ardhur momenti të shtojmë spinaqin. Siç tham, do një kohë gatimi të shpejtë, pasi nuk duhet t'i humbim të gjitha vlerat ushqyese që spinaqi ka. Të ruajmë dhe kaloritë e spinaqit. Pra mjafton që të vendosim spinaqin sipër, kaq. Me nxehtësinë që tigani ka dhe orizi që ka pak ujë në tigan, zbutet dhe është shumë i ushqyeshëm pasi nuk i humbin gjitha vlerat që ka spinaqi. Pra nuk është e nevojshme ta gatuajmë përpara. Absolutisht jo, absolutisht jo. Duke e përdorur të freskët, në këtë rast unë kam shtuar të freskët. Atëherë shtojmë dhe djathin mozzarella ivën. Ja shikon si spinaqi zbutet nga temperatura që tigani dhe orizi kanë. Risotto me spinaq, Me spinaq. kështu do e quajmë. Risotto me spinaq, kjo është receta origjinale që bëhet. Risotto me spinaq me këto përbërës që unë kam në tavolinën tonë. Do shtojmë gjatë fundit panën dhe djathin parmigiano. Djathi mozzarella e ndihmon në lidhjen e risottos dhe njëkohësisht dhe djathi parmigiano. Njëkohësisht japim dhe shijen risottos. Ndërkohë pana kam përshtypjen që e bën pak më kremoze. Më kremoze. Atëherë kemi shtuar djathi mozzarella, shtojmë një pjesë nga djathi parmigiano. E përzihem mirë dhe na mbetet për të shtuar vetëm panën e kuzhinës. Na mjaftojnë 2 lugë gjelle, që unë kam shtuar pak më përpara. Duhet përzirë her pas here, jo, pasi djathi mozzarella të mos të ngjitet, të hapet në gjithë tiganin dhe të tretet. Ja iva të gjitha vlerat e spinaqit ne i kemi në tigan, duke mos e zirë pak më përpara, duke kaluar në tigan, quhet proces sote. Dhe kështu i ruajmë të gjitha vlerat. Duhet të më ndihmo me një lugë të madhe për të servirur pjatën, sepse jemi gjatë fundit iva. Si shtam është vërtet një pjatë e shpejtë iva, duke zirë orizin pak më përpara në gjysmën të zirë. Arrim të bëjmë një recetë të themi për 12 minuta.
Megjithatë, mandive sikur Orizi mos ta kemi të para përgatitur, kam përshtypjen që të gjithë procesi i përgatitjes më shumë se 30 minuta nuk shkon. Absolutisht jo. Aq është më se kohë ideale për të bërë një risotto për ambisat të harxhosh të shpenzosh. Deri në momentin e fundit që ne jemi gati për serviru pjatën në këto momente, të themi 25 është afërsisht 30 minutave dhe unë atë llogari bëra. Dhe që do të thotë për ambisat në një farë mënyrë të shpenzojnë, të gatuaj drekën ose darkën për 30 minuta, nuk është të ndihmoj unë, nuk është shumë. Atëherë Iva, fillojmë servirim risotton. Ja shikoj djasi mozzarella e bën që. Shtem dhe pjesën e fundit të spinaqit. Dhe pjata është gati, ë? Pjata është gati duke shtuar pak djathë parmigiano. Të Ja dashur shumë e miq, shpejt e thjesht Iva dhe ja ku kemi këtu gati recetën e ditës së sotme, një recetë, një pjatë e rekomanduar nga Mandi, ku bëhet fjalë pikërisht për një risotto me spinaq. Jemi përpjekur që të hedhim dhe të ndërthurim dhe mozzarellën me djathin parmigiano djathën parmigian dhe kuzinës. panën. Edhe pse duket sikur përmendim djathi parmigian dhe pana duket sikur ka shumë kalori, megjithatë mos harroni kemi spinaqin brenda. Kemi spinaqin që na ekuilibron të gjitha me këtë recetë. Të dashur miq, unë dhe Mandi ju përshëndesim nga kuzhina më e dashur e të gjithë shqiptarëve, që është pikërisht kuzhina e kohës për të shijuar. Ne jemi nesër sërish në orën 13:30. Si gjithmonë vetëm në Albania Screen.